Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu rasulina sallallahu alaihi wasallam. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, salatu wassalamu i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, jemi me serialin e ligjëratave tek emrat e Allahut subhanahu wa taala dhe ndikimi i tyre në jetën e besimtarit. Javën e kaluar kemi biseduar për emrin më të madh të Allahut, më të bukur të Allahut, emrin Allah. Sot do të flasim për emrin tjetër të Allahut subhanahu wa taala, që është emri Rabb. Emri Rabb është i njohur për mbar besimtarët. Rabb të gjithë e dinë që do të thotë Zoti. Edhe besimtarët e lusin Allahun Azza wa Jall me fjalën Rabb, sikur se që na ka mësuar Allahu në shumë ajete në Kur'an. Rabbena, apo Zoti ynë, atina fi dunya hasanatan, e kështu me radhë. Rabbi ighfirli wa li walideje, o Zot, falmi mëkatet e mia dhe të prindërve të mi, e kështu me radhë. Fjala Rabb, apo emri Rabb, emri bukur Allahu subhanahu wa taala, është për emrave më të dalluara të Allahut Azza wa Jall. Fjala Rabb, emri Rabb. Dhe shpesh vjen në Kur'an ku i bashkangjitur me emra tjerë të krijesave të Allahut subhanahu wa taala, qofshin ato për shembull ato krijesa të përveçme apo të përgjithshme. Për shembull e kemi Rabbul Alamin, Zoti i botëve. Rabbus semawati wal ard, Zoti i qiejve dhe i tokës. Shpesh emri Rabb pra është i bashkangjitur me pra Zot i këtyre krijesave që i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Fjala Rabb përmendet po ashtu vjen, pra emri Rabb vjen Rabbul Melaika. Kemi në hadithe është përmendur Rabbul Melaiketi war Ruh. Subuhun Quddusun Rabbul Melaiketi war Ruh. Pra Zot i melekëve dhe i shpirtit. Pra i shpirtit është fjala i Gjibrailit alayhi salam. Po ashtu vjen në hadith ka ardhur Rabbun Nas, Allahumma Rabban Nas. Pa ka ardhur o Zoti ynë dhe Zot i njerëzve. Pa që i ka krijuar Allahu Azza wa Jall këta njerëz e kështu me radhë. Në Kur'an është përmend fjala Rabb 900 herë. 900 herë është përmend fjala pra emri i Allahut Rabb në Kur'an. Ka ardhur për shembull Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi takon Allahut, Zotit të botëve. E kështu me radhë. Fjala Rabb në aspektin gjuhësor, të gjuhës arabe, pra përdoret për mbretin, përdoret për pronarin, përdoret për planifikuesin, përdoret për edukatorin, përdoret për përgjegjësin, për të qëndrueshmin edhe për begatuesin. Por kur përdoret si fjalë e vetme, nuk i atribuohet askujt tjetër përpos Allahut subhanahu wa taala. Kur përdoret vetëm si fjala Rabb, kjo nënkupton pra vetëm emrin e Allahut subhanahu wa taala, krijuesit të botëve. Dhe asesi nuk nënkupton nëse nuk ja bashkangjesim edhe pronari i kujt dhe planifikuesi kush. Kur përdor vetëm Rabb, do të thotë pra është fjala vetëm për Allahun Azza wa Jall. E kemi raste kur përdoret për shembull edhe në gjuhën arabe Zoti i shtëpisë, edhe sigurisht në gjuhën shqipe që i kemi. Zoti i shtëpisë, Zoti i veturës, Zoti i kësaj toke. Por asesi nuk përdoret
Zoti, kur themi, me nënkuptu që është fjala për dikë të caktuar apo për ndonjë krijesë përpos krijuesit, përpos Allahut subhanahu wa taala, Allahut fuqiplot. Kemi raste në Kur'an ku Allahu azza wa jalla ka përmend këtë çështje, si për shembull te sura Yusuf, ka thënë udhkurni inda rabbik, më përmend mua tek Zoti yt, e ka qenë fjala, domethënë tek pronari yt. Më kujto mua tek pronari yt. Përndryshe, më thonë, fjala Arab, edhe njëri prej dietarëve, gjuhëtar të gjuhës arabe, thotë rrjedh nga rënja e fjalës terbie. Arab, terbie, e ka prej aty, domethënë bazën. Fjala terbie do thotë edukim. Edukimi bëhet gradualisht dal nga dal. Edukimi bëhet gradualisht dal nga dal. Domethënë pak nga pak. Edhe Allahu subhanahu wa taala, pra si krijuesi gjithçkaje, i ka krijuar pra njerëzit, duke i krijuar një herë qiejt, tokën, e pastaj njerëzit, para tyre domethënë melekët, edhe iblisin e kështu me radhë, ka krijuar krijesa dal nga dal Allahu subhanahu wa taala, pak nga pak. Edhe thotë edhe nga kjo e ka marrë po ashtu edhe këtë emër, pra këtë emër Rabb. Ibn Kathir, Allahu mëshiroft, një prej komentatorëve të njohur të Kuranit, thot, fjala Rabb, pra Zoti, është gjithë sunduesi në dorën të cilit është çdo gjë. Mirë, po kjo shprehje gjuhësisht përdoret edhe për zotërit. Domethënë për zotërinë e ndonjë objekti, e ndonjë toke. Me çka është për qëllim që ai thotë atë synon përmirësimin e të gjitha këto i takojnë pra Allahut të lartësuar. Pra Allahu ai i cili ka krijuar këto gjëra dhe i ka vepruar, i ka krijuar këto gjëra dal nga dal, vetëm ai meriton të quhet Zot. Kur themi pra Zot, pa përmend se Zot i ndonjë toke apo Zot i ndonjë objekti të caktuar. E jemi qartë deri këtu. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja, kur e shpjegon kuptimin e kësaj fjale, fillon me komentimin pra El-Fatihas, me ajetin e parë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, çdo falënderim i përket Allahu Zotit të botëve. Thot, Zot i botëve përfshin pronësinë mbi botët, mbi krijesat. Çdo gjë ndër Allahun Azza wa Jall është botë, çdo krijesë. Qofshin qiejt, toka, bota shtazore, bota shpezore, bota bimore, bota e njerëzve, dhe çdo gjë që ka në botë, dhe çdo gjë që ka jashtë botës, bota e melekëve, bota e gjinëve, quhet po ashtu botë. Allahu është vetëm ai, Zoti i botëve, dhe askush tjetër nuk mund të jetë. Të tjerët mund të jenë Zot i ndonjë çështje të caktuar, ndonjë vendi të caktuar. Por jo Zoti i botëve. Zoti i botëve është vetëm Allahu subhanahu wa taala, pra ku përfshin pronësinë e tij mbi botët, kontrollin e tij të plot mbi to, planifikimin e tij në detaje, dhe zbatimin e të gjitha urdhrave të tij në çdo kohë. Ky është pra Rabbul Alamin. Nënkupton se Allahu i lartësuar di për secilin detaj në çdo sekond që ndodh në këtë botë dhe në këto bota, në shumës. Ai krijon gjithçka që do. Ai u jep rrezik krijesave të tij, u jep jetë dhe u shkakton vdekje.
Ai e ngre këtë doj dhe ul këtë doj. Ai i jep pasuri kujt e doj dhe nuk i jep kujt e doj. Ai i jep krenari kujt e doj dhe e përul këdo që do ai. Se cila çështje ndodh me urdhër të tij, me vullnetin dhe dëshirën e tij, gjithçka është në kontroll të tij, e kjo mohon kategorikisht që ti takoj edhe dikujt tjetër me të drejtë të quhet Zoti apo qenja apo gjithë sunduesi përpos Allahut subhanahu wa taala askush tjetër. Pra sepse askush nuk është i tilli me qenë sunduesi, kontrolluesi, krijuesi, ai cili jep jetë, dhe ai cili merr jetë, dhe ai cili pasuron, dhe ai cili varfëron përpos Allahut subhanahu wa taala, dhe vetëm i tilli meriton adhurimin dhe askush tjetër. Vetëm i tilli quhet Zot, Zot i botëve. Elhamdulillah që jemi besimtar edhe që e njohim Allahun azza wa jall për Zot. Emri Zot është prej emrave dhe lavdërimeve më madhështore të Allahut subhanahu wa taala, ku Allahu kështu të ka quajtur pra vetveten e tij, pra në 900 ajete, në 900 vende në Kur'an Allahu subhanahu wa taala dhe me mija hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku përmendoret dhe përmendet emri Allah, emri Rabb, emri Allahut subhanahu wa taala. Rabbuna ar-Rahmanu al-Musta'anu ala ma tasifun. Zoti ynë është mëshirbërësi. Pra Allahu kështu të quan me një ajet. Ose në ajetin tjetër, pra çdo lavdërim i përket Allahut subhanahu wa taala, apo Zoti i Arshit të madh, e kështu me radhë. Pra emri Rabb është në njëjtën kohë një emër që me të cilën lavdërohet edhe emri Allah, emri Allahu subhanahu wa taala, pra Ar-Rabb. Më së shumti përdoret emri Rabb gjatë lutjeve që i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala. Pra kur të shikojmë lutjet e pejgamberëve në Kur'an ku i ka përmend Allahu subhanahu wa taala, ka Nuhi alayhis salam, Musa alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shumë pejgamberë të tjerë, ku Allahu azza wa jalla ka përmend pra lutjet në gjuhën e tyre që kanë bërë ata thanë o Zoti ynë, për shembull për Ademin alayhis salam. Adem, o Zoti ynë, pra e kemi futur veten tonë aty në gjuna në mëkat, amuta adin, dhe nëse ti nuk na fal neve dhe nuk na mëshiron, ne me të vërtetë do të jemi nga të humburit. Nuhi alayhis salam për shembull, o Zoti im, më fal mua edhe prindërit e mi. Edhe kështu për shembull aty po ashtu Musa alayhis salam edhe Yusufi alayhis salam edhe shumë pejgamber ku Allahu azza wa jall pra ka përmend pra në Kur'an që më së shumti pra me këtë emër është lutë Allahu subhanahu wa taala. Por derisa pejgamberët e Allahut e kanë lutë Allahun azza wa jall me këtë emër më së shumti, atë kjo nën kupton që më së shumti pra Allahu azza wa jall po i përgjigjë nëse lutet pra me këtë emër, me emrin e Rabb. Rabbena atina fid dunya hasana. Sigur se çka ardhur. O Zot, na jep të mirat e dunjas dhe të mirat e ahiretit dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. E kështu që ka ardhur në hadithe ku ai cili lutet dhe thot 3 herë ja Rabb, ja Rabb, ja Rabb, i pranohet lutja. Pra ne kemi mësuar rregullat e lutjes, gjë që të fillojmë pra lutjen me falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Elhamdulillahi rabbil alamin. Me falënderimin ndaj Allahut. Më pas me lavdërimin ndaj Allahut. Dhe më pas me salavat ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj e lutim Allahun subhanahu wa taala me lutjet tona, por preferohet që të themi pra me emrin Ar-Rabb. Ja Rabb, ja Rabb, ja Rabb. O Zoti ynë, o Zoti im, o Zoti im, e pastaj lutë Allahun subhanahu wa taala me atë fjalë që e ndihen që ke nevojë dhe të kërkosh të plotësohen dëshirat nga ana Allahu subhanahu wa taala.
Pra, ashtu të që ka thënë pra Imam Qayyim al-Jauziyja, që e përmendëm më herët, pra pe kuptimeve të shumta që ngërthen dhe që në vete ky emër, pra emër më fisnik i Allahut subhanahu wa taala, emri Ar-Rabb, që nënkupton se Rabb është vetëm ai i cili i ka krijuar krijesat e tij dhe botët, dhe është pronar i vërtet, ai është më i fuqishëm, i cili kontrollon çdo detaj të secilës botë, dhe kështu që ky është shpikësi i pashembullt dhe askush nuk mund të pretendojë diçka të jetë i tillë si përpos Allahu subhanahu wa taala, dhe vetëm ky e meriton adhurimin dhe askush tjetër. Dikun tjetër, po ashtu Imam Qayyim al-Jauziyja thot për emrin Zot, pra Ar-Rabb, ai është Zoti i çdo gjëje, krijuesi i çdo gjëje, fuqiploti, dhe asgjë s'mund të dalë jashtë pushtetit të tij. Çdo gjë në qiell e në tokë është rob i tij. Në grushtin e tij është çdo gjë. Dhe poshtë pushtetit të tij janë çdo kush. Kështu pra muslimanët dhe jo muslimanët për emruas të përbashkët kanë pranimin e Allahut për Zot. Edhe muslimanët dhe jo muslimanët besojnë tek Zoti, dhe thënë krijues është i këtyre gjërave vetëm Zoti. Pa, Arab, ai është atë krijuesi i këtyre gjërave. Por më pas dallojnë në adhurime dhe dallojnë në njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Muslimanët e njëshmërojnë Allahun azza wa jall në adhurim, nuk e adhurojnë askë tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. E këtu është pra dallimi mes muslimanëve dhe jo muslimanëve, mushrikëve, me grupacionet që janë. Se të gjithë pranojnë se Zoti është krijuesi i gjithësisë. Por muslimanët, përderisa besojnë sakt që duhet ndaj Allahut subhanahu wa taala, se ai është krijuesi i botëve dhe sunduesi dhe pushtuesi dhe ai i cili jep shpirt dhe merr jetra, vetëm ai e meriton adhurimin dhe askush tjetër. Vëzën të rumë, për ndikimeve të emrit Rabb në jetën e besimtarit, është që emri Allahu subhanahu wa taala bashkë me të gjithë emrat dhe cilësitë e Allahu subhanahu wa taala, u tregon Allahu azza wa jall me këto emra se njerëzve çka është, i tregon njerëzve se çka është dobishme për ta dhe çka është e dëmshme. Këtë tregon vetëm Zoti, vetëm ai i cili është Ar-Rabb. Ai i edukon, sepse ai ka krijuar ata. Ai i furnizon ata. Allahu subhanahu wa taala pra nuk i ka lënë njerëzve asgjë vetëm se ju ka treguar për vetveten e tij. Ka sqaruar Allahu azza wa jall njerëzimit, krijesave, se kush është Allahu subhanahu wa taala. I ka njoftuar Allahu azza wa jall besimtarët përmes emrave dhe cilësive të tij, përmes librave, përmes Kuranit që i ka zbritur, dhe përmes pejgamberëve që i ka dërguar ndërkohë, që nga Ademi alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për çka i ka dërguar Allahu azza wa jall këta? Për çka i ka zbritur librat e tij? Vetëm se vetëm t'i njofton njerëzit me Allahun subhanahu wa taala. Parasysh këto emrat e Allahut azza wa jall na njofton neve me krijuesin ton, me Zotin ton, se kush është me të vërtet Rabb. Gjithë emrat tjera po ashtu e shpjegojnë për emrin e Allahut, se kush është Allahu dhe kush është ky Zoti, Rabb. Që është krijuesi i plotfuqishmi, mëshiruesi, mëshirbërësi, furnizuesi, ngjallësi, e kështu me radhë. Pra, Allahu subhanahu wa taala me emrat dhe cilësitë e tij na ka njoftuar neve me atë me vetveten e tij.
Dhe kjo e bën që kur ta njohim në Allahun subhanahu wa taala me këtë fjalë dhe e dim kuptimin e fjalës Allah, dhe e dim kuptimin e fjalës Ar-Rabb, e më pas kuptimin e Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Ahad, El-Wahid, e kështu të me radhë. E njohim Allahun subhanahu wa taala, edhe kur njoftohemi Allahun subhanahu wa taala, edhe më shumë do ta dojmë Allahun azza wa jall, edhe më shumë do të jemi nënshtrues dhe Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala thot: "A mos vallë keni menduar që ne ju kemi krijuar kot dhe që nuk do të ktheheni tek ne?" Allah nuk i krijoi njerëzit kot, për arsye dërgoi pejgamber dhe zbriti libra. Pranimi Allahu subhanahu wa taala domosdoshmë kupton edhe njësimin e tij në adhurime. Pra, përderisa kemi pranuar Allahun për Zot, kjo nën kupton që ne duhet t'i nënshtrohemi Allahut vetëm me adhurime dhe askuj tjetër, sepse askush tjetër nuk është i barabartë me Allahun subhanahu wa taala. As që i gjason Allahut subhanahu wa taala, askush. As nuk i gjason, as nuk është i barabartë me Allahun subhanahu wa taala, për arsye askush nuk e meriton adhurimin dhe nënshtrimin dhe përuljen përpos të madhit Allah. Besimi në emrat dhe në cilësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe në emrin Zoti, pasi është ai Zoti yni, nënkupton besimin në të gjithë emrat e Allahut subhanahu wa taala. Përderisa kemi besuar emrit Zot dhe e dim e njohim emrin Zot, kjo nënkupton që ne i besojmë edhe gjithë emrave tjerë të Allahut subhanahu wa taala, siç thamë edhe pak më herët, sikur se furnizuesi, krijuesi e kështu me radhë, sepse gjitha këto emra janë po ashtu spjegues dhe sqarues dhe komentues dhe njoftues me Zotin ton, me Allahun subhanahu wa taala. Pra, automatikisht amutatën besimtarët i besojnë edhe emrave dhe i pranojnë edhe emra tjerë të Allahut subhanahu wa taala. Besimi në emrin Allahut Ar-Rabb do të thotë se besimtari është duke pranuar Allahun azza wa jall për Zot dhe njëtën kohë i pranon edhe urdhnat që vinë për këtij Zoti dhe ndalesat që vinë për këtij Zoti. Se vetëm ai i cili është Zot ka të drejtë më urdhëru dhe më ndalu. Sepse vetëm ai është, urdhni i tij është i shejtë. Vetëm urdhni Allahut subhanahu wa taala nuk refuzohet, nuk kundërshtohet, sepse hynia Allahut subhanahu wa taala, shenjtëria Allahut subhanahu wa taala, ai i cili është Zot është edhe i pagabueshëm. Për atë arsye, me urdhnat që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, asnjëherë nuk ka gabuar. Dhe me ndalesat që na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala nga ato, asnjëherë nuk ka gabuar Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu nuk planifikon gabimisht. Allahu nuk është sikur se krijesat që i bin pishmanit. Allahu nuk është sikur se krijesat që veprojnë dhe gabojnë dhe ngutën dhe i bin pishmanit. Por Allahu subhanahu wa taala, Zoti, është planifikuesi më i mirë. Kur themi planifikuesi më i mirë, do të thotë që asnjëherë nuk gabon. Dhe për cilësive të Allahut subhanahu wa taala është që ai nuk gabon kur, Allahu azza wa jall, dhe as nuk e zë kotja. Nuk e zë gjumi Allahun subhanahu wa taala. Do njëherë njeriu kur është në kotje, domethënë ai edhe mund të gaboj, por Allahu azza wa jall asesi në asnjë kohë, në asnjë mënyrë nuk gabon Allahu subhanahu wa taala, sepse është qenia e tij që ai si krijues që asnjëherë mos të gaboj. Andaj që vetëm Zoti, vetëm Allahu subhanahu wa taala, ai i cili urdhëron dhe ai i cili ndalon, vetëm ai pra është i pagabueshëm, kurse gjithë të tjerët
mund të gabojnë gjatë urdhrave dhe gjatë ndalesave të tyre si njerëz. Andaj, urdhrat e Allahut Azza wa Jall janë urdhra të shejta, e që nuk janë sikur se urdhrat e njerëzve të shejta. Dhe ndalesat e Allahut Azza wa Jall janë ndalesa të shejta, ku njeriu, kur themi të shejta, pra shpërblet për ato nëse i vepron ato urdhra, e nëse i neglizhon ato urdhra, ndëshkohet për ato gjëra në dynja edhe në ahiret në botën tjetër. Me emrin Zot, kur njerëzit, kur besimtarët e kanë zonë Allahun Azza wa Jall dhe e besojnë për Zot, kjo nuk kupton që ata janë të kënaqur pra me këtë Zot i cili ky na urdhron edhe na ndalon. Dhe ndin kënaqësi përderisa ata i praktikojnë urdhnat e Allahut subhanahu wa taala, sepse këto urdhna janë duke ardhur nga Zoti i tyre. Dhe i zbatojnë me kënaqësi dhe ndalohen prej ndalesave të Allahut Azza wa Jall dhe ndin kënaqësi sepse janë duke përfill pra rrugën që ja u ka caktuar Allahu subhanahu wa taala përmes Kur'anit dhe përmes pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Besimtarët ku e kanë zonë për Allahun Azza wa Jall për Zot dhe ku e kanë besuar Allahun për Zot, pra ata janë pajtuar me caktimin, me kismetin që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pra me kaderin, me kadan, me përcaktimin Allahut Azza wa Jall e kanë pranuar këtë çështje. Dhe sikur në vështirësi, sikur në lehtësi, sikur në pasuri, sikur në varfëri, janë të pajtuar dhe janë të kënaqur me Zotin e tyre, me Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ai që është i kënaqur me Allahun subhanahu wa taala për Zot dhe me Islamin për fe dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për të dërguar, dhe e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. E sa herë njeriu që arrin ta shijojë imanin, pra ai ndjen lumturi dhe kënaqësi në vetveten e tij. Dhe sa herë që nuk arrin të ndij kënaqësi, ai duhet ta ripërtri imanin e tij me Allahun subhanahu wa taala, duke e zënë me të vërtetë Allahun Azza wa Jall për Zot, dhe kjo realizohet vetëm duke e respektu Allahun subhanahu wa taala. Respektin dhe Allahut Azza wa Jall nuk mjafton me një fjalë goje: faleminderit o Zot, edhe me lut vendin sikur ja bojnë. Shoqër për Zotit edhe lëvizin vendin. Kjo në këtë formë nuk është respekti ndaj Allahut subhanahu wa taala, por respekti ndaj Allahut Azza wa Jall është që të falet namazi kur thret ezani Allahu akbar, Allahu akbar. Të kryejmë obligimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, gjitha obligimet, të ndalohen për atyre ndalesave që na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, dhe këtë vetëm kështu pra ripërtrihet imani dhe dashuria dhe lumturia në zemrat tona. Çka duhet të kihet parasysh këtu, vëllezër të dashur? Ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos të përdoret emri, për shembull emri Zot në veçanti. Pa përmendur për shembull Zoti i tokës, Zoti i makinës, siç thamë më parë, Zoti pra që nuk kupton pronë e dikujt. Në hadith ka ardhur të mos thoni dërgoja ushqimin për pronarin tënd, me thënë Zotit tënd. Dërgoja ushqimin Zotit tënd. Ndihmoi Zotit tënd. Ndihmoi apo jepi ujë me pi Zotit tënd, apo jepi abdes Zotit tënd. Ndihmoi domethënë për abdes Zotit tënd. Këto gjëra pra janë të ndaluara, por thoni pra zotëria dhe pronari, e jo Zoti. Sikur se që janë duke përdorur ta adin për shembull, adin tash edhe në gjuhën shqipe, Zoti filani, adin. Dhe kjo nuk është në rregull. Zotëri filani po, ajo Zoti filani me emër. Se fjala Zot
i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, vetëm ai është Zot Allahu, e jo Zot filani, Zot fisteki, apo jepi Zotit filan uja, apo Zotit edhe kështu, jo në këtë formë, por Zotriut edhe pronarit, edhe po ashtu ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë kohë pra që kanë pasur roba, dhe me thonë, robi im eja këtu, apo robresha ime eja këtu, por thoni shërptori, e din shërptori, o shërptor eja këtu, adin, asa shërptore eja këtu, apo mere atë, apo mere këtë, e mos thoni pra robi im. Se rob të Allahut janë gjithë krijesat, jo rob të dikujt tjetër. Dhe Zoti është vetëm Allahu azza wa jall dhe askush tjetër, andaj duhet të kemi kujdes domethënë edhe në këto shprehje karshi Allahu subhanahu wa taala, për të jemi më edukat, sidomos disa që janë pra që nuk kanë njohuri të mjaftueshme për emrin e Allahut, emrin Zot, edhe përdoren pra në vende dhe në trajta jo të duhura, e që nuk nënkupton respekt ndaj emrit Zot. E lutim Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë, dhe të na i falë mëkatet. E lutim Allahun subhanahu wa taala na bërë për aty me robëve në nështrues ndaj emrave dhe cilësive të Allahut. Amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.